Ramosh Radoqiqi. Dela tjetëri e shanë Dautin. Kur Dauti në vitet, dihet në çfarë vite ka dalë, haptas në 1997, me Recep Selimin, edhe me herojin Muj Krasniqi, del haptas, aty del UÇK-ja, dhe ju e çuni Dautin edhe Ramushin, një familje emblematike që ka dhënë gjitha, e çuni Radoqiq, kjo është e pakapshme, normal që s'mujmë me ndajt indiferent. Ti thush dikujt për familjes Jashari, po e marrë darsme në familjes Haradinaj, dhe dele me status të rrenjshëm, apo të sakt, dhe i shonë musteqët e Bacit Rifat, vllohët të Adem dhe Hamzi Jasharit, atër çka kime më prit në tjetër sen. Dhe duke... Çka meritojnë këta njerëz basenver? Shkurt kështu. Po njerë mas pari, gjithë komandantët, gjithë udhëheqësit të luftës, janë zbrop dhe nuk po reagojnë. Dhe nuk e kanë, edhe parlamenti ka fajtë, nuk del ligji për mbrojtjen e vlerave të luftës. Atë minut që del ligji për mbrojtjen e vlerave të luftës, nuk kam unë çka mu marrë mu me ta, është ligji e merë Burgos. Çka mu i me thonë? Nuk janë mërgat ata. Mire ka pas këj valon që i ka qëtë Gërnaq. Ajo pjesë që ka ardhë në bas 2010-ës, 2015-ës, me valon Sylla, po ta? Po, valon Sylla ka thonë Gërnaqqa. Valon Sylla ka thonë Gërnaqqa, vallaj që ta që tu, janë Gërnaqqa. Nuk e kanë vendin parlament. Parlamenti është për 120 vetë. Bojnë ligje, mbrojnë Kushtetutën, mbrojnë Republikën e Kosovës, i mbrojnë shtetin, i mbrojnë gjitha. E jo me ardhaj, pa marrë parasysh, a ka gruan shkina, ajo ka pak rëndësi për mu. Ti me pjesë të bardhë, vjen dhe i thua Sala Jasharit, një familje që ka thonë 17 antarë, bia Musi Jasharit, Mesa Sajti Jasharit, i thua që nuk ketë gjuna që merë arin ti. Kjo më ka shty me artët në emision. Asgjë tjetër. Sa për muhe, për vetën time, çka kemi thonë këtyre njerëzve? Çka ti kemi thonë një mesazh për ti? Çka meritojnë këta njerëz? Përveç se burg, ta janë ata njerëz, ta thonë të vërtetën, që nga 98-a, si veprimtar, kam qenë në Lidhjen Demokratike të Kosovës. Kam qenë pjesë u Ukshin Hotit në Ravec, Sebajden Cenës edhe shumë veprimtarëve tjerë. Mas burgosës sime me 3 shtatorë 1990, kur shpall Gregoria, Ardha Grani, jam burgosur unë, baba dhe migja im. Me pasi kam marguar në Gjermani, në Stuttgart, ku kam fituar letrat për shkak të burgosës politike, dhe jam kyçur me njëherë në Lidhjen Demokratike të Kosovës, aty ku kam qenë. Dhe aty kam njohur Çaban Bobajn, kryetar për Baden-Württemberg, Sali Çekun, Hafiz Gagicën dhe shumë veprimtarë tjerë. Dhe nga aty kemi filluar protesta, shumë gjëra tjera. Mirë për në 95-ën kam pauzuar deri në 97-ën, dhe nga 98-ën, nga 5 marsi, me janë ofruar, mbasi që kem mbledh fonde gjithçka për Dranicën, nëse të kujtohet ditët e para, dhe ne në vendin ku unë jetoj dhe veproj në Forsheim Mühlaker, kem mbledh gjatë 8.000 euro dhe me plot dëshirë dhe me plot sinqeritet të them, e kemi ndërzuar në Stuttgart te Sali Çeku dhe Çaban Bobaj. I konvenon dikujt apo jo, kjo ka qenë linja. Ndërkaq më pas, në emër të Jashar Saliu, generalit, kanë ardhur shpirt e kune Rifat Kafexholli, ish i burgosur politik me 20 vite, Gani Vlona dhe kem shku të Begzat Gashi, edhe nga aty kam filluar në fondin Velindja 3 dhe jam strukturuar në fond i cili quhet Fondi Luftës. Fond i cili bashkëpunëtorët tonë ja i kam ush. Para se me kalu tek ju se çysh jeni kyç në radhë të ushtrisë kombëtare të Kosovës, ju kishim mik edhe e kishi pas mik edhe të madh edhe ish president Hashim Thaçi. E keni foto nëse regjia nëse e ka gati. Po këtu atë ka rënë ne shumë me këtë burr, që ka shpall pavarësinë. Po ti je mik i pëlqej apo s'pëlqej? Ti je mik i Hashim Thaçit. Të njihësh me Hashim Thaçin. Është ku të flas kam edhe emocione, është një vlerë shumë e madhe. Një lider evropian. Një lider që vetë Amerika e quan George Washington i Kosovës. Po, edhe po e mbrojnë Hog? U po që komplet shteti i Amerikës i dojnë në mbrojtje presidentit, kryeministrit, themeluesit të ushtrisë kombëtare të Kosovës,
themeluesi të Shtetit të Republikës Kosovës, i cili në Rambuje ishte i vetmuar, në anën tjetër ishin 10 të tjerë që kërkonin ndoshta diçka dhe më rrezik për Kosovën. Hashim Thoqi nuk çoi pesë bashku me gjithë komandantët që ardhur u konsultuar këtu dhe sot e ke Republikën e Kosovës. Çka meriton do atërkiti ky njeri shikus të nderuar Enver Shola, ndoshta ju për luftën e shtë, po e koni diçka shumë të veçantë. Është nga njerëzit e rrallë që nuk ka pranuar ftesën prej prokurorisë speciale të Haugës me marr pjesë dëshmitar kundër Hashim Thoqit. Po, ftesën e kam edhe aty. Kam qenë... Po shkak sa gjona që s'ban me bo, janë konfidenciale se kena qitë se e ka ftesën me vete, e ka morë. Po.